Ajo donte vetëm një moment me nusen e saj, por ra në një kurth mizor. E quan në bjeshkët e Namuna dhe e lan të vdiste, e vetme dhe e lidhur. Ribashkimi me të birin zbuloi një të vërtet që tronditi mbar Shqipërinë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Zonja Marte u zgjua atë mëngjes të enjte me një buzëqeshje të lehtë në buzë. Në moshën 73 vjeçare, çdo ditë e re ishte një bekim që ajo e priste me mirenjohje të heshtur. Drita e shtatorit hynte përmes të çarave të perdeve të dantelës së dhomës së saj, duke ndriçuar fotografitë e kornizuara mbi komodinën e vjetër prej drurit të errët. Aty ishin fytyrat që përbënin gjithë jetën e saj, bashkëshorti i saj i ndjer, Antoni, ende i ri dhe i qeshur në një portret bardhë dhe zi, dhe djali i saj Genti, në faza të ndryshme të jetës, që nga foshnja deri në diplomimin në fakultetin e administrimit. Ajo u ngrit me kujdes duke ndjer peshën e viteve në kyçe dhe eci drejt kuzhinës së shtëpisë modeste, por komode, e cila ndodhej në lagjen Kopshti i Akacieve, në zonën veriore të Tiranës. Shtëpia nuk ishte e madhe, por mbante dekada kujtimesh. Çdo dhomë ruante histori të krishtlindjeve në familje, ditëlindje të festuara me kek shtëpie, pasditeve të së dielës duke parë futboll me Antonin dhe Gentin e vogël që hidhej në divan me çdo gol të KF Tiranës. Marte përgatiti mëngjesin e saj me të njëjtin përkushtim si gjithmonë. Kafe e filtruar në çast, bukë thekre e thekur me gjalp dhe një copë djath të bardhë. U ul në tryezën e kuzhinës, atë tryezë me formik të verdhë që kishte dëshmuar kaq shumë biseda, kaq shumë këshilla të dhëna djalit, kaq shumë vendime të marra së bashku me bashkëshortin. Tani, tryeza dukej shumë e madhe vetëm për një person. Kishin kaluar pothuajse 10 vjet që kur Antoni ishte ndarë nga jeta. Një infarkt i papritur, pa paralajmërim, pa kohë për lamtu mira. Marte ende e kujtonte zbrazëtin që pushtoi shtëpinë në ato muajt e parë. Genti, i cili në atë kohë ishte rreth të 20-tave dhe po fillonte të ndërtonte karrierën e tij në një kompani logjistike, ishte streha e saj e sigurt. Ai fjeti në dhomën e miqve për javë të tëra, përgatiste darkën bashkë me të, shihnin telenovela çdo natë të përqafuar në divan. Por koha kaloi siç kalon gjithmonë. Genti u rrit profesionalisht, mori poste menaxheriale, pastaj drejtuese. Vizitat u ralluan. Darkat familjare u bën dreka të shpejta të dielave. Derisa ai njohu Valbonën. Marte pëshertiu kur mendoi për nusen e saj. Që nga takimi i parë, 3 vjet më parë, diçka te ajo grua e shqetësonte. Nuk ishte diçka e qartë, asgjë që ajo mund ta tregonte me gisht. Valbona ishte e bukur, e veshur mirë, gjithmonë e patëmet me flokët e saj biond të krejur në mënyrë perfekte dhe thonjt e bërë. Fliste në mënyrë të edukuar, buzëqeshte sa duhej, sillte dhurata në raste të veçanta. Por kishte diçka në sytë e saj, një ftohtësi që Marte nuk mund ta injoronte. Ishte sikur Valbona po analizonte gjithmonë, po llogariste, po maste vlerën e gjërave dhe të njerëzve. Martesa u bë 2 vjet më parë, një ceremoni elegante në një restorant të shtrenjtë në zonën e bllokut. Marte veshi fustanin e saj më të mirë, blu të errët me detaje dantele dhe buzëqeshi për fotot, por zemra i ishte shtrënguar. Ajo e shihte djalin e saj të dashuruar, të dorëzuar, pothuajse të varur nga ajo grua që gradualisht po merrte nën kontroll të gjitha aspektet e jetës së Gentit. Pas martesës, ndryshimet ishin të shpejta. Genti u promovua përsëri, tani udhëtonte vazhdimisht në qytete të tjera dhe madje jashtë vendit. Valbona, e cila punonte si menaxhere tregtare në një kompani kozmetike, gjithashtu kishte një rutinë intensive. Të diellat familjare praktikisht u zhdukën. Telefonatat u bën gjithnjë më të shkurtra dhe më të rralla. Marte po mbaronte se lari filxhanin e kafes kur ra telefoni. Ajo fshiu duart në peshirin e qëndisur të kuzhinës dhe u përgjigj me pritshmëri. Ishte e rrallë të merrte telefonata në mëngjes. Zëri që u dëgjua nga ana tjetër ishte i Valbonës. Një ton pak i shqetësuar, pothuajse amësor, që Marte nuk e kishte dëgjuar kur nga nusja e saj. Zonja Marte, mirëmëngjes. Si jeni? Mirëmëngjes, Valbona. Jam mirë, fal Zotit. Po ti? Me vrap si gjithmonë, por jam mirë. Dëgjo, po mendoja këtu, ju jeni shumë vetëm në këtë shtëpi të madhe, apo jo? Genti më ka thënë se i ka marrë malli për ju, por puna e tij është e pamundur. Ai udhëtoi përsëri dje, kthehet vetëm javën tjetër. Marte ndjeu zemrën t'i shtrëngoi.
Genti as nuk kishte telefonuar për të lajmëruar për udhëtimin. E di që ai punon shumë, u përgjigj ajo, duke u përpjekur të fshihte hidhërimin në zë. Pikërisht, prandaj mendova të bëj një surprizë. Si thua të kaloj andej sot pas dite? Mund të bisedonim, të pinim një kafe, ndoshta edhe të dilnim pak, të bënim një shëtitje. Kam disa ide për të ardhmen, se si mund t'ju bëjmë të ndiheni më rehat. Çfarë mendoni? Marte ndjeu një përzierje habie dhe gëzimi. Më në fund Valbona po tregonte ndonjë interes, ndonjë shqetësim të vërtetë. Ndoshta ajo e kishte gjykuar nusen e saj me nxitim. Ndoshta ajo ftohtësi ishte thjesht mënyra e saj, mënyra se si njerëzit më të rinj silleshin sot. Do të më pëlqente shumë, Valbona. Mund të vish, patjetër. Në çfarë mendon të arrish? Rreth orës 3 pasdite është mirë? Kështu kemi gjithë pasditen për të biseduar me qetësi. Perfekt. Do të përgatis disa ëmbëlsira, do bëj një kafe të shijshme. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për këtë, zonja Marte. Mund edhe të ham diçka jashtë, nëse dëshironi. Shihemi më vonë atëherë. Telefonata mbaroi dhe Marte mbeti në këmbë në kuzhinë, me telefonin ende në dorë, duke përpunuar bisedën. Një ndjenje e çuditshme vazhdonte, por ajo e largoi. Nuk do ta prishte këtë moment duke menduar gjëra të kota. Valbona po i zgjaste dorën, po i ofronte shoqëri dhe ajo kishte nevojë për këtë më shumë se sa donte ta pranonte. Orët në vijim u kaluan në përgatitje. Marte bëri një dush të gjatë, zgjodhi një veshje të bukur por komode, një palë pantallona bezh dhe një bluzë me lule në nuanca roz. Vuri buzëkuq, diçka që rrallëherë e bënte kohët e fundit. Krehu flokët e bardhë me kujdes, duke i mbledhur në një topuz të ulët. U pa në pasqyrë dhe pa një grua të moshuar, po, me rrudha që tregonin histori qeshjesh dhe qarjesh, por ende elegante, ende dinjitoze. Në orën 3 fiks, Razilja. Marte hapi derën dhe gjeti Valbonën të mbështetur në prag, me syze dielli të mëdha që i mbulonin gjysmën e fytyrës dhe një çantë të shtrenjtë të varur në supë, ajo nuk buzëqeshi. Përshëndetje, zonja Marte. Gati? Gati jam. Vetëm sa të marr çantën. Marte u kthye shpejt, mori çantën e saj të vjetër prej lëkure kafe ku mbante dokumentet, pak para dhe celularin e thjeshtë që Genti ja kishte dhuruar për ditëlindjen e kaluar. Mbylli derën e shtëpisë me ndjenjen se po harronte diçka, por nuk mundi ta identifikonte se çfarë. Makina e Valbonës, një sedan i argjend dhe shkëlqyes, ishte parkuar pikërisht përballë portës. Valbona hapi derën e pasagjerit pa thënë asgjë dhe priti që Marte të hynte. E moshuara u rehatua me një farë vështirësie, se dilja ishte më e ulët se sa priste. Sapo Valbona ndezi makinën, atmosfera brenda ndryshoi. Kondicioneri ishte shumë i fortë, duke e bërë Marten të ndjente të ftohtë, por ajo nuk deshi të ankojë. Valbona ngiste në heshtje, me sytë të fiksuar në rrugë, buzët të shtrënguara në një vijë të hollë. Valbona, ku po shkojmë? Pyeti Marte, duke u përpjekur të niste një bisedë. Do bëjmë një shëtitje, të njohim disa vende. Relaksohu. Përgjigja erdhi e thatë, pothuajse e ashpër. Marte ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Ky nuk ishte toni i dikujt që donte të kalonte një moment të këndshëm. Ajo provoi përsëri. Si është Genti? Të mori në telefon para se të nisej? Është shkëlqyeshëm. Duke punuar, duke bërë atë që duhet të bëj. Dhe puna e tij, po shkon mirë? Shkon. Përgjigjet e shkurtra dhe armiqësore po formonin një model. Marte shikoi nga dritarja dhe vuri re se tashmë kishin dalë nga lagjja. Valbona mori unazën e madhe në drejtim të autostradës. Trafiku ishte i moderuar dhe shpejt ishin në autostradën Durrës Kukës, duke shkuar drejt veriut. Valbona, ku saktësisht po më çon? Mendoja se do të qëndronim në qytet. Ndryshova mendje. Na duhet privatësi për të biseduar. Toni i Valbonës ishte gjithnjë e më i ftohtë. Marte filloi të ndjente frikë, një frikë primitive dhe instinktive që i bënte zemrën të rrite më shpejt. Ajo kërkoi celularin në çantë, por duart i dridheshin. Çfarë lloj bisede ka nevojë për kaq shumë privatësi, moj bi? Valbona qeshi shkurt dhe hidhur. Mos më quaj bi. Kur nuk kam qenë dhe kur nuk do të jem bija jote. Fjalët ranë sigur brenda makinës. Marte ndjeu lot t'i digjnin sytë.
Ajo u përpoq të ruante qetësinë, të kuptonte se çfarë po ndodhte. Valbona, nëse kam bërë diçka që të ka lënduar, më fal. Por më shpjego se çfarë po ndodh. Çfarë po ndodh, përsëriti Valbona, zëri i saj duke u ngritur. Do të ta shpjegoj siç duhet, zonja Marte. Ajo që po ndodh është se ti e bërë një problem. Një problem i madh. Si kështu një problem? Ajo shtëpia ku ti jeton, në emrin tënd, vlen një mal me para. Genti nuk do të bëj asgjë për këtë sepse është i dobët, gjithmonë ka qenë. I vjen keq për mamicën e vetme. Por unë nuk jam kështu. Unë i shoh gjërat ashtu siç janë. Marte ishte shumë e tronditur për t'u përgjigjur. Valbona vazhdoi, fjalët duke i dalë si helm. Ti je një barr, një shpenzim. Genti shpenzon para për gjërat e tua, shqetësohet për ty dhe kjo pengon planet tona. Ne kemi nevojë për atë pronë. Do ta shesim, do t'i përdorim parat për të investuar, për të rritur. Por ti në mes na i ndërlikon të gjitha. Valbona, për hir të Zotit, ajo shtëpi është gjithçka që kam. Aty kam ndërtuar familjen time, aty kam rritur djalin tim. Ju mund të jetoni atje me mua, nuk më pengon të ndaj. Unë nuk dua të ndaj asgjë me ty. Unë dua që ti të dalësh nga jeta ime dhe nga jeta e Gentit. Autostrada i kishte lënë vendin rrugëve dytësore. Valbona ngiste shpejt duke marrë rrugë gjithnjë e më të boshatisura. Marte shikoi përreth dhe pa vetëm fusha të mbjella, disa ferma të rralla dhe në distancë një peizazh të thatë dhe shterp. Po shkonin drejt zonave të thella malore të veriut, ku toka ishte ranore dhe bimësia e rrallë. Valbona, të lutem, më kthe në shtëpi. Të bisedojmë me qetësi, me Gentin bashk. E zgjidhim këtë në një mënyrë tjetër. Nuk ka mënyrë tjetër, zonja Marte. Jo për mua. Makina u kthye në një rrugë me dhe duke ngritur pluhur të kuq. Ata ishin tani në një rajon plotësisht të shkretë. Nuk kishte shtëpi, nuk kishte njerëz, vetëm pafundësia e thatë dhe e nxehtë në diellin e pasdites. Valbona ndaloi makinën pranë një shtylle të vjetër druri, mbetje e ndonjë gardhi të vjetër që nuk ekzistonte më. Marte ishte e paralizuar nga frika. Valbona doli nga makina, bëri një xhiro dhe hapi derën e pasagjerit me forcë. Zbrit. Valbona, mos e bëj këtë, për hir të Zotit. Thash zbrit. Me duar të forta dhe mizore, Valbona e tërhoqi Marten jashtë makinës. E moshuara u pengua dhe ra në gjunjë në tokën e nxehtë. Dhimbja ishte e menjëhershme, por tmerri ishte më i madh. Valbona mori një litar që ishte në bagazh dhe, duke injoruar lutjet dhe lotët e Martes, ja lidhi duart pas shtyllës së ashpër prej druri. Do të rish këtu, zonja Marte. Do të kesh kohë të mendosh për gjithçka. Dhe kush e di, nëse ke fat, dikush kalon këtej para se të jetë tepër vonë. Valbona, unë jam një grua e moshuar. Nuk do të mbjetoj këtu. Nuk është problemi im. Marte u lut, qau, bërtiti, por Valbona ishte tashmë përsëri në makinë. Imazhi i fundit që Marte pati ishte i nusës së saj duke hequr syzet e diellit, duke zbuluar sy plotësisht të zbrazët nga dëmshuria, para se të ndiste makinën dhe të shpejtonte. Makina ngriti një re të dendur pluhuri që mbuloi gjithçka, duke hyrë në syt dhe gojën e Martes. Dhe pastaj, heshtje. Dielli ishte i lartë dhe i pamëshirshëm. Marte u përpoq të zgjidhej, por litari ishte shumë i shtrënguar. Çdo lëvizje i priste lëkurën e saj delikate. Ajo shikoi përreth, e dëshpëruar për çdo shenjë jete, çdo shans për ndihmë. Por nuk kishte asgjë. Vetëm era e nxehtë që frynte në përshkretëtir, duke marrë me vete zërin e saj kur ajo përpiqej të bërtiste për ndihmë. Orët filluan të kalonin. Dielli i diqte lëkurën e ekspozuar. Etja erdhi shpejt, një etje dëshpëruese që ja bënte fytin të gërvishtej dhe buzët të çaheshin. Marte u përpoq të përqendrohej në kujtime të mira për të mos u çmendur. Mendoi për Antonin, për ditën kur u takuan në një ballon në klub. Ai ishte i pashëm, i edukuar, punëtor. Ndërtuan një jetë së bashku, të thjeshtë por plot dashuri. Mendoi për Gentin foshnjë, aq të vogël në krahët e saj, me ata sy kureshtar që e shikonin sikur ajo të ishte e gjithë bota. Mendoi për çdo fjalë që i mësoi djalit, çdo rrëzim që i pastroi, çdo temperaturë që i qëndroi pranë gjatë natës. Ajo ja kishte kushtuar gjithë jetën atij djali dhe tani ishte atje, e braktisur, si një objekt pa vlerë. Ndërgjegjja e Martes filloi të lëkundej.
Dehidratimi po bënte që trupi i saj të reagonte në mënyra të frikshme. Ajo shite hije që nuk ekzistonin, dëgjonte zëra që ishin vetëm era. Në një moment, ishte e sigurt se Antoni ishte aty, duke i zgjatur dorën, duke e thirrur të bashkohej me të. Por pastaj, kur dielli filloi të zbriste në horizont, duke e ngjyrosur qiellin me portokalli dhe rozë, Marte dëgjoi një tingull të ndryshëm. Zhurma e një motori të vjetër, të parregull. Ajo u përpoq të bërtiste, por mezi arriti të nxirrte një tingull të ngjyrur. Zhurma po bëhej më e lartë, më e afërt. Ishte një kamionqinë e vjetër dhe e pluhurosur, e drejtuar nga një burr në moshë të mesme, me lëkurë të djegur nga dielli, i veshur me një bluzë të zbehtë dhe një kapele kashte. Ai po kthehej nga puna në një fermë aty pranë kur pa diçka të çuditshme anës rrugës. U afrua ngadalë, pa besuar atë që shite. Një zonjë e moshuar, e lidhur pas një shtylle, nën atë diell të tmerrshëm. John Bardhi shtypi frenat me forcë, zbriti nga kamionqina duke u penguar nga nxitimi dhe vrapoi drejt Martes. Sytë e tij u zgurdulluan nga tronditja dhe dëmshuria. O Zot i madh! Zonjë, çfarë ju kanë bërë? Ai nxori një brisk nga xhepi dhe preu litarin me kujdes, duke e mbështetur Marten kur ajo u rrëzua. Mori një shishe ujë që kishte në kamionqinë dhe ja lagu buzët ngadalë, duke e ditur se nuk mund t'i jepte shumë ujë menjëherë. Qetësohuni, qetësohuni. Jeni e sigurt tani. Do t'ju çoj në fshat. Ka një qendër shëndetësore atje. Duroni. Marte mezi fliste. Kordat e saj zanore ishin dëmtuar nga dehidratimi, por ajo shtrëngoi fort dorën e Gjonit, duke u përpjekur t'i transmetonte mirënjohjen e saj. Ai e vendosi me kujdes në sediljen e pasagjerit, e mbuloi me një këmishë të vjetër që kishte aty, dhe ngau aq shpejt sa lejonte kamionqina. Fshati ishte i vogël, quhej fshati Shpresë, dhe ndodhej rreth 15 kilometra larg. Kishte një rrugë kryesore me dhe disa shtëpi të thjeshta, një kishë, një dyqan ushqimor dhe një qendër shëndetësore që funksiononte 3 herë në javë. Ishte e enjte, ditë shërbimi. John Bardhi ira Boris pa pushim kur arriti, dhe shpejt disa njerëz dolën nga shtëpitë e tyre. Infermierja Lucia, një grua e fortë dhe kompetente rreth të 40-tave, mori komandën menjëherë. Ndihmoi për të futur Marten brenda qendrës, e vendosi në një barel, filloi të vlerësonte shenjat e saj jetësore. John, çfarë ka ndodhur? E gjeta të lidhur pas një shtylle atje në rrugën e vjetër. Duket se dikush e ka braktisur atje me qëllim. Një murmurim indinjate përshkoi grupin e vogël që ishte formuar në derën e qendrës. Lucia e trajtoi Marten me kujdes ekstrem, duke i pastruar djegjet, duke e hidratuar gradualisht, duke e mbuluar me çarçaf të pastër. Thërriti mjekun që shërbente në fshat, Dr. Henriku, i cili arriti shpejt me motor. Ndërsa kujdesej, Marten ndjente humanizmin e atyre njerëzve. Nuk kishte parë kur asnjë prej tyre më parë, por ata e trajtonin sikur të ishte njëra prej tyre, sikur të ishte e çmuar dhe e denjë për çdo kujdes. Loti rrivnin në heshtje nëpër fytyrë, jo vetëm nga dhimbja fizike, por nga mirësia e papritur. Në mbrëmje, kur më në fund arriti të thoshte disa fjalë, Marte tregoi se çfarë kishte ndodhur. Çdo fjalë ishte një përpjekje, por ajo duhej që ata ta dinin. Duhej që dikush ta pengonte Valbonën të dilte pa u ndëshkuar. Lucia i mbajti fort dorën. Jeni e sigurt tani, zonja Marte? Askush nuk do t'ju lëndojë më. Do të thërasim policinë dhe do të kujdesemi për ju derisa të shëroheni plotësisht. Atë natë, Marte fjeti për herë të parë pas shumë orësh, në një krevat të improvizuar në qendrën shëndetësore, me Lucian që bënte roje pranë saj. Dhe ndërsa flinte, e raskapitur dhe e traumatizuar, nuk e dinte se historia e saj sapo kishte filluar, dhe se ai fshati vogël dhe mikpritës do të ishte skena e ripërtëritjes së saj dhe luftës së saj për drejtësi. Agimi në fshatin Shpresë erdhi me këngën e gjelave dhe aromën e kafes së freskët që vinte nga shtëpitë fqinje. Marte hapi syt ngadalë, e çorientuar. Për një moment të shkurtër, nuk e dinte se ku ishte. Tavani prej drurit të errët, muret e lyera me një blu të zbehtë, drita e butë që hynte nga një dritare e vogël. Pastaj gjithçka ju kthye menjëherë, Valbona, shkretëtira, nxehtësia, braktisja. I gjithë trupi i dhemte. Lucia hyri në dhomë me një tabaka të thjeshtë, që përmbante një filxhan çaj të vakët dhe disa feta buke të thejkur me reçel. Mirëmëngjes, zonja Marte. Si ndiheni? Marte u përpoq të ulej, por dhimbja në shpinë dhe krah ishte e fortë.
Lucia e ndihmoi me durim duke I rregulluar jastëkët pas saj. Jam gjallë, u përgjigj Marte, zëri I saj ende I ngjirur. Fal jush dhe Gjonit. Nuk di si t'ju falenderoj. Nuk ka nevojë të falenderoni për asgjë. Çdo njeri do të bënte të njëjtën gjë. Këtu ne kujdesemi për njëri tjetrin. Lucia vendosi tabakan në prerin e Martes. Mundohuni të hani diçka. Trupi juaj ka nevojë të shërohet. Ndërsa Marte hante ngadalë duke shijuar çdo glënjë të vogël çaji sikur të ishte një dhuratë, Lucia I tregoi se çfarë kishte ndodhur gjatë natës. Thirrëm Reshter Bedriun, ai është përgjegjës për sigurinë këtu në rajon. Ai erdhi herët sot, dëshiron të flasë me ju. Dhe ka më shumë njerëz që duan të ndihmojnë. Zonja Elena dhe Zoti Gjon, një çift që jeton aty pranë sheshit, thanë se kanë një dhomë të lirë në shtëpinë e tyre. Ata duan që ju të qëndroni atje ndërsa shëroheni. Marte ndjeu sytë t'i mbusheshin përsëri me lodh. Ata njerëz as nuk e njihnin, por ishin të gatshëm të hapnin shtëpitë e tyre, jetët e tyre, për ta strehuar. Pse po e bëni këtë për mua? Lucia buzëqeshi butësisht. Sepse është gjëja e duhur, zonja Marte. Dhe sepse ju keni nevojë. Kaq e thjesht. Reshter Bedri Ali Mehmeti arriti pak pas orës 8 të mëngjesit. Ishte një burr serioz, rreth të 50-tave, me mustaqe të thinjura dhe uniformë të patëmet pavarësisht nxehtësisë që tashmë kishte filluar të ndihej. U ul në një karrige pranë krevatit të Martes dhe nxori një blok të vogël nga xhepi. Mirëmëngjes, zonjë. Emri im është Bedri Ali Mehmeti, jam reshter I policisë ushtarake dhe përgjegjës për sigurinë e këtij rajoni. Infermierja Lucia më tregoi se çfarë ndodhi, por unë duhet ta dëgjoj nga ju me detaje nëse mundeni. E di që është e vështirë, por është e rëndësishme që të mund të veprojmë. Marte mori frym thellë dhe filloi të tregonte. Që nga telefonata e Valbonës në mëngjes, toni I rem I shqetësimit, udhëtimi I heshtur në autostradë, fjalët mizore brenda makinës dhe më në fund braktisja në mes të askundit. Ajo dha emrin e plot të Valbonës, adresën e shtëpisë së saj dhe të Gentit në Tiranë, të gjitha detajet që mund të kujtonte. Reshteri shënonte gjithçka me përpikëri, duke bërë pyetje të sakta kur ishte e nevojshme. Kur Marte mbaroi, ai mbylli bllokun dhe e shikoi me një përzierje zemërimi të përmbajtur dhe dëmshurie. Ju keni qenë viktimë e një krimi shumë të rëndë, zonja Marte. Do të kontaktoj menjëherë me komisariatin e Tiranës. Do të na duhet që ju të bëni një kallëzim zyrtar, por mund ta bëjmë këtë këtu, me ndihmën e një prokurori që vjen nga Shkodra një herë në javë. Ndërkohë, do të sigurohem që ju të jeni e sigurt dhe e mbështetur. Reshter, djali im, Genti, ai nuk di asgjë. Ai është duke udhëtuar. Duhet të flas me të. Do ta gjejmë edhe djalin tuaj, mos u shqetësoni. E keni celularin e tij? Marte kujtoi atëherë çantën e saj që kishte mbetur në makinën e Valbonës. Nuk e kam. Çanta ime mbeti në makinën e saj. Por e di numrin përmendësh. Reshteri I ofroi celularin e tij dhe Marte formoi numrin e Gentit me gishta që I dridheshin. Ra disa herë, por askush nuk u përgjigj. Ajo provoi edhe 2 herë të tjera, me të njëjtin rezultat. La një mesazh zanor duke u përpjekur të tingëllonte e qetë pavarësisht dëshpërimit. Genti, biri im, është mami. Të lutem, më telefono sapo ta dëgjosh këtë mesazh. Është urgjente. Jam mirë, por kam shumë nevojë të flas me ty, pasi ja ktheu telefonin reshterit, Marte ndjeu një zbrazëti në gjoks. Ku do të ishte Genti? Mos vallë Valbona kishte shpikur tashmë ndonjë histori, ndonjë gënjeshtër për të mbuluar atë që kishte bërë? Reshteri e vuri re ankthin e saj. Zonja Marte do të njoftoj autoritetet e Tiranës. Ata do të kërkojnë djalin tuaj dhe nusën tuaj. Mund të jeni e sigurt se ajo grua nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. Lucia hyri në dhomë në atë moment, e shoqëruar nga një çift të moshuarish. Gruaja kishte flokë plotësisht të bardhë të mbledhur në një topuz të lirshëm, fytyrë të rumbullakët dhe të dashur, e veshur me një fustan të thjeshtë me lule. Burri ishte I hollë, me syze me skelet të trash dhe një buzëqeshje të ndrojtur. Zonja Marte, këta janë Zoti Gjon dhe Zonja Elena për të cilët ju fola. Ata erdhën t'ju takojnë. Elena u afrua te krevati dhe I kapi dorën Martes me delikatesë. Bia ime, çfarë vuajtje të tmerrshme ke kaluar. Por tani nuk je më vetëm.
Unë dhe Gjoni duam që ti të vish të rish në shtëpinë tonë. Kemi një dhomë të vogël komode, është e thjeshtë, por është e pastër dhe mikpritse. Do të rish me ne për aq kohë sa të kesh nevojë. Gjoni pohoi me vendosmëri. Pikërisht. Shtëpia është e vogël, por ka vend edhe për një tjetër me shumë dashuri. Dhe Elena bën një ushqim shtëpie që është bekim. Marte nuk mundi t'i përmbante lotët. E gjithë ajo bujari që vinte nga të huaj të plot, duke jo reale pas gjithçkaje që kishte kaluar. Nuk dua t'ju bëhem barë. Keni bërë kaq shumë për mua. Barë hiq, thiri Elena. Do të jetë një gëzim të kemi me ne. Fëmijët tanë jetojnë larg, ne rrim shumë vetëm. Ti do të na bësh shoqëri. Dura Henriku, i cili kishte ndjekur bisedën nga dera, hyri dhe bëri një vlerësim të shpejtë të Martës. Djegjet po trajtohen, hidratimi po përmirësohet. Por zonja Marte do të ketë nevojë për pushim, mjekime ditore dhe ndjekje. Unë kthehem këtu të hënën për të parë se si po ecën. Elena pohoi me vendosmëri. Lëreni në dorën time, doktor. Do të kujdesem për të sikur të ishte nëna ime. Më vonë atë ditë, me ndihmën e John Bardit, i cili u kthye me kamionçinën e tij, Marte u transferua me kujdes në shtëpinë e Elenës dhe Johnit. Shtëpia ndodhej vetëm 3 bloqe larg qendrës shëndetësore, në një rrugë të qetë ku fëmijët luanin në trotuar dhe fqinjet përshëndeteshin me familjaritet. Shtëpia ishte prej tulle, e lyer me të verdhë të çelët, me një verandë të vogël përpara ku kishte 2 karrige lëkundëse dhe vazo me begonia. Brenda ishte modeste por jashtëzakonisht e pastër dhe e rregull. Mbante erë livando dhe kek shtëpie. Dhoma që kishin përgatitur për Marten kishte një krevat tek me një mbulesë me arna të bëra me dorë, një komodin të vjetër dhe një dritare që shikonte nga një obor i vogël ku Gjoni kultivonte disa perime. Elena e ndihmoi Marten të shtrihej, e mbuloi me dashuri dhe u ul në cep të krevatit. Ti duhet të pushosh tani. Për çdo gjë që të duhet, vetëm thirr. Unë do të jem këtu afër. Atë pasdite, ndërsa Marte përpiqej të flinte, mendja e saj nuk mund të qetësohej. Mendonte vazhdimisht për Gentin. Ku do të ishte ai? Mos vallë Valbona kishte bërë diçka me shtëpinë? Mos kishte falsifikuar dokumente, shpikur histori? Frika dhe ankthi e mbanin zgjuar edhe me trupin e raskapitur. Ndërkohë, në Tiranë, gjërat filluan të lëviznin në një mënyrë që Marte ende nuk e dinte. Reshter Bedriu kishte njoftuar policinë e kryeqytetit dhe një ekip hetuesish filloi të kërkonte informacione për Valbona Costa, e martuar me Genti Costa, banuese në lagjen Don Bosco. Policia shkoi në adresën e banimit, por nuk kishte njeri. Fqinjet informuan se burri udhëtonte shumë për punë dhe se gruaja gjithashtu nuk ishte parë prej disa ditësh. Atëherë hetuesit arritën të gjenin numrin e punës së Gentit përmes kompanisë së tij. Telefonata e gjeti në një hotel në Prishtinë, ku ishte në një takim biznesi. Kur u përgjigj dhe u identifikua si Genti Costa, hetuesi ishte i drejt për drejt. Zoti Costa, këtu është hetuesi Mark Fortuna nga Policia e Shtetit në Tiranë. Po ju telefonoj sepse kemi marrë një denoncim të rëndë që përfshin gruan tuaj, Valbona Costa, dhe nënën tuaj, Marte Costa. A e dini se ku ndodhet nëna juaj në këtë moment? Genti ndjeu tokën t'i ikte nga këmbët. Nëna ime? Ajo është në shtëpi, në zonën veriore. Pse? Çfarë ka ndodhur? Zoti Costa, nëna juaj është gjetur e braktisur në një rajon të shkret në veri të vendit, e lidhur pas një shtylle, në gjendje të rëndë dehidratimi dhe me djegje nga dielli. Ajo akuzon gruan tuaj se e ka çuar atje dhe e ka braktisur me qëllim. Genti e lëshoi telefonin. Fjalë për fjalë. Aparati ra në dyshemen e dhomës së hotelit ndërsa ai u lëkun prapa, duke ndjerë të përzierat i ngjiteshin në fyll. Kjo nuk mund të ishte e vërtetë. Nuk mund të ishte. Mori telefonin përsëri me duar që i dridheshin. Ku është nëna ime tani? A është mirë? Duhet të shkoj tek ajo. Ajo po kujdeset në një fshat të quajtur fshati Shpresë, në veri të Shqipërisë. Është jashtë rrezikut të menjëhershëm, por shumë e tronditur. Zoti Costa, na duhet që ju të ktheheni në Tiranë sa më shpejt të jetë e mundur. Duhet të flasim personalisht dhe duhet të gjejmë gruan tuaj. Valbona është në shtëpi. Të paktën ishte kur unë u nisa. Ne kemi qenë tashmë atje. Nuk ka njeri. Kur ishte hera e fundit që folët me të?
Genti u përpoq të mendonte, por truri I tij dukej se ishte ngrirë. Dje jo, pardje. Më telefonoi duke më thënë se gjithçka ishte në rregull, që të mos shqetësohesha. Zoti Kosta, makina juaj është në shtëpi? Po. Unë erdha me avion. Valbona ka makinën e saj. Na duhet targa e makinës së saj dhe çdo informacion që mund të na ndihmojë ta gjejmë. Ndërkohë, do të ishte mirë që ju të vinit në Tiranë dhe të shkonit në fshatin Shpresë për të parë nënën tuaj. Ajo ka nevojë për ju. Telefonata mbaroi me Gentin që shënonte me nxitim kontaktet e hetuesve dhe informacionet se ku ishte nëna e tij. Ai anuloi të gjitha takimet, mori fluturimin e parë për t'u kthyer në Tiranë dhe, në avion, u përpoq të përpunonte atë që po ndodhte. Valbona. Gruaja e tij. Gruaja me të cilën ndante shtratin, planet, jetën. Kishte tentuar të vriste nënën e tij. Jo vetëm tentuar. E kishte lënë të vdiste në shkretëtir. Si mund ta bënte dikush këtë? Si nuk e kishte vënë re se ishte martuar me një përbindësh? Loti rridhnin nëpër fytyrën e Gentit ndërsa shikonte nga dritarja e avionit, duke parë ret që kalonin. Kujtoi të gjitha herët që nëna e tij ishte përpjekur të afrohej, të gjitha herët që ai kishte zgjedhur punën, kishte zgjedhur Valbonën, kishte zgjedhur çdo gjë tjetër përveç të ishte I pranishëm. Faji ishte shkatërrues. Kur zbriti në Rinas, Genti shkoi drejt në shtëpi, I shoqëruar nga hetuesit që e prisnin në aeroport. Shtëpia ishte e zbrazët dhe e heshtur. Në dhomë, vuri re se disa rroba të Valbonës nuk ishin aty. Ajo kishte bërë valigjet dhe ishte aratisur. Hetuesit kontrolluan banesën duke kërkuar për gjurmë. Gjetën dokumente të shtëpisë së martes, kontrata me agjenci imobiliare, vlerësime të çmimit të pronës. Valbona me të vërtet po planifikonte të shiste shtëpinë e vjerës. Kishte madje edhe drafte prokurash që përpiqeshin të imitonin nënshkrimin e martes. Genti u ul në divanin e dhomës së ndenjes dhe vuri fytyrën mes duarve. Si kishte qenë kaq I verbër? Si nuk e kishte parë atë që ishte pikërisht para tij? Valbona gjithmonë kishte qenë e ftohtë, por ai atribuonte këtë mënyrës së saj, personalitetit të fortë. Kur nuk e imagjinonte se ishte e aftë për mizori të vërtetë. Ishte atëherë që I kujtohej diçka. Celulari I nënës së tij. Ai kishte akses në llogari sepse ja kishte konfiguruar aparatin asaj. Shpejt hyri në aplikacionin e lokalizimit në telefonin e tij. Nëse celulari I nënës së tij ishte ende I ndezur, mund ta gjurmonte. Pika e kuqe u shfaq në hartë. Telefoni ishte I ndalur diku midis Tiranës dhe Veriut. Genti u tregoi hetuesve, të cilët menjëherë njoftuan patrullat e rajonit. Në më pak se 2 orë, gjetën celularin dhe çantën e martes të hedhura në anë të një rruge me dhe. Valbona ishte përpjekur të hiqte qafe provat, por nuk e kishte llogaritur se Genti mund ta gjurmonte aparatin. Kamerat e pikave të pagesës së autostradës kapën imazhin e makinës së Valbonës si në vajtje ashtu edhe në kthim. Kronologjia përputhej në mënyrë perfekte me rrëfimin e martes. Policia lëshoi një urdhër kërkimi dhe arresti. Valbona ishte tani zyrtarisht një aratisur. Genti mori makinën dhe nga u për gati 4 orë derisa arriti në fshatin Shpresë. Ishte natë kur më në fund parkoi para shtëpisë së Elenës dhe Gjonit. Ai kishte telefonuar më parë duke lajmëruar se po vinte. Reshter Bedriu e priste në verandë. Zoti Genti? Jam Reshter Bedriu. Nëna juaj po fle, por nëse doni ta shihni, mund ta zgjojmë me kujdes. Ju lutem, Genti mezi foli. Duhet ta shoh. Elena e çoi në dhomë, duke ecur në majë të gishtave. Drita e abazhurit ishte e ndezur, e ulët. Marte flinte anash, me frymëmarrje të lehtë dhe të parregull. Fytyra e saj ishte e djegur nga dielli, buzët të çara, krahët të fashuar. Genti ndjeu këmbët t'i dridheshin. Ajo ishte nëna e tij. Gruaja që e kishte rritur, që kishte kaluar net pa gjumë kur ai ishte I sëmur, që kishte punuar kaq shumë për t'i dhënë një jetë të denjë. Dhe tani ishte atje, e shkatëruar, për fajin e gruas që ai kishte zgjedhur. Ai u gjunjëzua pranë krevatit dhe I kapi dorën martes me delikatesë, duke pasur kujdes të mos I lëndonte plagët. Lotët I rridhnin pa kontroll nëpër fytyrë. Mami, pëshpëriti. Mami, më fal. Më fal për gjithçka. Marte hapi syt ngadalë.
U deshën disa sekonda për të fokusuar dhe kur njohu djalin e saj, fytyra e saj u shndërrua në një përzierje lehtësimi dhe dhimbjeje. Genti? Ti je këtu? Jam, mami. Jam këtu dhe nuk do të largohem më nga ana jote. Betohem. Nën e birë qanë së bashku atë natë, të rrethuar nga heshtja mikpritëse e fshatit Shpresë. Genti i tregoi se policia po kërkonte Valbonën, se ajo nuk do të mbetej pa u ndëshkuar. Marte, nga ana e saj, i tregoi për mirësinë e njerëzve të fshatit, për Elenën dhe Gjonin, për Gjon Bardhin që e shpëtoi. Ata njerëz, biri im, janë engjëj. Unë isha e humbur dhe ata më gjetën. Më trajtuan si familje. Genti ja shtrëngoi dorën nënës. Do t'i falenderoj se cilin prej tyre. Dhe do të kujdesem për ty nga tani e tutje, mami. Në mënyrën e duhur. Ashtu siç duhet të kisha bërë gjithmonë. Atë natë, diku midis Tiranës dhe kufirit me malin e zi, Valbona ngiste pa pushim, duke kontrolluar vazhdimisht pasqyrën e pasme. Ajo e kishte nënvlerësuar situatën. Mendonte se askush nuk do ta gjente plakën, se rasti do të arkivohej si një zhdukje e thjeshtë. Nuk e kishte llogaritur se dikush do të kalonte nëpër atë rrugë të braktisur. Tani ishte e arratisur me policinë në gjurmët e saj dhe të gjitha planet po shembeshin. Por Valbona nuk ishte tipi që dorëzohej lehtë. Ende kishte para të kursyera, kontakte në qytete të tjera. Do të gjente një rrugdalje. Gjithmonë gjente. Ajo që nuk dinte ishte se, ndërsa ngiste nëpër natën e errët, autoritetet tashmë po i afroheshin. Çdo pikë pagese, çdo pikë karburanti, çdo kamerë sigurie përgjatë rrugës po verifikohej. Ishte vetëm çështje kohe derisa të gjendej. Dhe në fshatin Shpresë, ndërsa Marte flinte pranë djalit të saj pas muajsh distance, një shpresë e re filloi të lindte. Jo vetëm shpresa për drejtësi, por shpresa për rindërtim. Për një jetë të re, e rrethuar nga njerëz që shihnin vlerë tek ajo, që e respektonin dhe kujdeseshin për të. Rruga do të ishte ende e gjatë dhe e dhimbshme. Gjykimi, seancat, përballja. Por Marte nuk ishte më vetëm. Kishte Gentin përsëri, kishte një komunitet të tërë që e mbështeste dhe kishte, për herë të parë pas shumë kohësh, sigurinë se meritonte të ishte e dashur dhe e mbrojtur. Arrestimi i Valbonës ndodhi 3 ditë më vonë në një pikë karburanti në kufi me malin e zi. Ajo kishte bërë një gabim fatal, kishte përdorur kartën e kreditit për të furnizuar makinën. Transaksioni u gjurmua menjëherë dhe një patrull lokale e ndaloi para se të mund të kthehej në rrugë. Sipas policëve që e ndaluan, ajo ruajti qetësinë duke mohuar çdo akuzë me një gjaktotësi shqetësuese. Ju po bëni një gabim. Unë nuk kam bërë asgjë të keqe. Është gjithçka një keqkuptim që përfshin vjerën time, e cila për fat të keq ka probleme me kujtesën. Por provat fizike nuk gënjenin. Imazhet e kamerave të pikave të pagesës tregonin makinën e saj duke shkuar dhe duke u kthyer. Dëshmia e burrit që kishte shpëtuar Marten ishte e detajuar dhe konsistente. Shenjat e litarit në kyçet e viktimës përputheshin saktësisht me llojin e litarit të gjetur në bagazhin e makinës së Valbonës. Dhe kishte më shumë, dokumentet e gjetura në shtëpinë e saj që planifikonin shitjen e pronës së Martes pa dijenin e saj. Lajmi i arrestimit arriti në fshatin Shpresë përmes një telefonate të hetuesit Fortuna për Reshter Bedriun, i cili menjëherë shkoi në shtëpinë e Elenës dhe Gjonit për të informuar Marten dhe Gentin. Ishte një mëngjes e shtunë dhe Genti po ndihmonte Gjonin të ujiste perimet e kopshtit kur Reshteri arriti. Mirë mëngjes. Kam lajme të reja. Të 3 burrat hynë në shtëpi, ku Marte ishte ulur në verandën e brendshme, me Elenën pranë saj duke e ndihmuar të ndëronte fashat e krave. Ditët e fundit, djegjet kishin filluar të shëroheshin, por dhimbja ishte ende konstante. Më e vështirë se dhimbja fizike, megjithatë, ishte trauma emocionale. Marte zgjohej gjatë natës me makthe, duke rjetuar momentin e braktisjes, nxehtësinë e padurueshme, frikën e vdekjes vetëm. Zonja Marte, zoti Genti, filloi Reshteri duke hequr kapelen në shenjë respekti, sapo mora konfirmimin. Valbona Costa u arrestua pak orë më parë në kufi me malin e zi. Ajo po sillet përsëri në Tiranë dhe do të mbahet në paraburgim në pritje të gjykimit. Genti mbylli sytë dhe mori frym thellë. Ishte një përzierje lehtësimi dhe trishtimi të thellë. Ajo grua me të cilën kishte ndarë jetën e tij, ëndrat e tij, ishte tani një kriminale që po çohej nën arrest policor.
Marte, nga ana tjetër, ndjeu diçka të ndryshme. Nuk ishte saktësisht gëzim, por një ndjenjë se më në fund e vërteta apo njihej. Ajo nuk ishte e çmendur, nuk kishte shpikur asgjë. Ajo që Valbona kishte bërë ishte reale, kriminale, dhe tani do të duhej të përgjigjej për këtë. Çfarë ndodh tani? Pyeti Genti. Do të ketë seanca paraprake, mbrojtja e saj do të provojë argumente të ndryshme, por me provat që kemi, ka shumë të ngjarë që rasti të shkojë në gjyq. Prokuroria po punon me akuzat, tentativë vrasjeje e kualifikuar, heqje e paligjshme e lirisë, keqtrajtimi të moshuarve, falsifikim dokumentesh. Janë krime të rënda. Elena i mbajti fort dorën Martes. Dhe zonja Marte do të duhet të dëshmojë? Po, do të jetë dëshmitarja kryesore e akuzës. Por do të bëjmë gjithçka që të jetë sa më pak traumatike e mundur. Dhe ajo nuk do të jetë vetëm. Në javët në vijim, fshati Shpresë u bë një strehë e papritur për Marten dhe Gentin. Ai kishte marrë leje nga puna, duke i shpjeguar situatën e prorëve të tij, të cilët ishin mirëkuptues. Genti mori me qira një dhomë të vogël në një bujtim të fshatit për të mos i rënduar Elenës dhe Gjonit, por i kalonte ditët e tëra duke u kujdesur për nënën e tij. Ishte një kohë shërimi, por edhe rilidhjeje. Nënë e birë, që ishin bërë pothuajse të huaj vitet e fundit, tani bisedonin me orë të tëra. Genti i tregonte për punën, udhëtimet, presionet, por edhe se si ishte humbur rrugës, se si kishte lejuar që Valbona ta izolonte nga nëna e tij. Ajo ishte dinake, mami. Kur nuk tha hapur se nuk duhet të vizitoja. Por gjithmonë kishte diçka të planifikuar në fundjavë, gjithmonë një justifikim për të mos ardhur në shtëpinë tënde. Dhe unë, budalla që jam, pranoja gjithçka pa pyetur. Marte i përkëdhelte fytyrën djalit. Ti nuk je budalla, dashuria ime. Ti u manipulove nga dikush që e dinte saktësisht se çfarë po bënte. Por tani i ke hapur syt. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Genti gjithashtu u afrua me njerëzit e fshatit. Njohu personalisht John Bardhin, burrin e përulur që i kishte shpëtuar nënën, dhe nuk mundi t'i përmbante lotët kur i shtrëngoi dorën. Nuk di si t'ju falenderoj për atë që bëtë. Ju i shpëtuat jetën nënës sime. John Bardhi, i turpëruar nga kaq shumë mirënjohje, vetëm tundi kokën. Bëra atë që çdo njeri i denjë do të bënte, djalosh. Nëna jote është një zonjë e mirë. Nuk e meritonte të vuante në atë mënyrë. Genti këmbënguli ta ndihmonte financiarisht John Bardhin, por burri refuzoi me vendosmëri. Në fund, Genti arriti vetëm ta binte të pranonte ndihmë për të riparuar kamionçinën e vjetër, që prishej vazhdimisht. Historia e asaj që i kishte ndodhur Martes filloi të rrjedhë në shtyp. Fillimisht ishin reportazhe lokale, por shpejt mediat e mëdha të Tiranës e morën lajmin. Rasti kishte të gjithë elementet që tërhiqnin vëmendjen, një e moshuar e braktisur në shkretëtir, një nuse mizore, një djalë i suksesshëm i kapur në mes dhe një komunitet i vogël që strehoi viktimën. Gazetarët filluan të shfaqeshin në fshatin Shpresë, duke dashur të intervistonin Marten, John Bardhin, Elenën dhe Gjonin. Reshter Bedri u bënte çmos për të mbrojtur privatësinë e të gjithëve, por ishte e pamundur ta përmbante plotësisht. Ishte Elena që sugjeroi që Marte të jepte një intervistë, vetëm një, për një media serioze dhe të tregonte versionin e saj të historisë në mënyrë të plotë. Kështu, ndoshta gazetarët e tjerë do ta linin të qetë. Genti fillimisht ishte kundër. Mami, nuk ke nevojë të ekspozosh veten kështu. Lëre drejtësinë të ndjek rrjedhën e saj. Por Marte kishte një perspektivë tjetër. Birë, nëse unë tregoj historinë time, ndoshta ndihmoj njerëz të tjerë që po kalojnë të njëjtën situatë. Sa të moshuara keq trajtohen, braktisen, nxirren nga shtëpitë e tyre? Nëse dhimbja ime shërben për të ndriçuar këtë problem, atëherë ja vlen. Intervista i u dha një reportere të respektuar të një programi televiziv të njohur për trajtimin e rasteve sociale me seriozitet. Ajo udhëtoi në fshatin Shpresë me një ekip të vogël dhe regjistrimi u bë në shtëpinë e Elenës dhe Gjonit, me Marten të ulur në verandë, me Gentin pranë saj. Marte tregoi gjithçka. Që nga martesa e Gentit me Valbonën, distanca që u krijua, telefonata fatale, udhëtimi i tmerrshëm, braktisja. Foli për orët në diell, duke besuar se do të vdiste, dhe për mrekullinë e shpëtimit. Foli për mirësinë e njerëzve të fshatit Shpresë, që e strehuan kur ajo kishte më shumë nevojë. Nuk pati dramatizim të tepruar, as qarje të inskenuar.
Marte foli me dignitetin e dikujt që kishte jetuar shumë, kishte vuajtur shumë, por nuk e kishte humbur thelbin e saj. Dhe kjo preku thellë ata që e pan. Kur programi u transmetua 2 javë më vonë, reagimi ishte i menjëhershëm dhe dërmues. Rrjetet sociale shpërthyen me mesazhe mbështetjeje për Martën dhe indinjate kundër Valbonës. Lëvizjet për mbrojtjen e të moshuarve e përdoren rastin si shembull të nevojës për ligje më të rrepta. Donacione filluan të arrinin për Martën dhe për fshatin Shpresë, i cili fitoi vizibilitet kombëtar. Por jo gjithçka ishte pozitive. Mbrojtja e Valbonës gjithashtu lëvizi dhe në mënyrë agresive. Ata punësuan një avokat të njohur për mbrojtjen e rasteve polemike, avokat Silvio Bega, një burr në moshë të mesme me famë për arritjen e pafajësive të pamundura përmes taktikave agresive. Ai dha intervista duke pohuar se Marte vuante nga demenca, se ishte vënë në rrezik vetë dhe se Valbona ishte, në të vërtetë, një viktimë e një vjere manipuluese që po përdorte historinë për të shkatëruar martesën dhe reputacionin e saj. Klientja ime është një grua punëtore, e ndershme, që u përpoq të kujdesej për një vjerë të vështirë. E supozuara viktimë ka një histori harresash dhe konfuzioni mendor, siç mund të dëshmojnë disa fqinje. Ajo që ndodhi ishte një tragjedi rezultat i kokfortësisë së një të moshuare që këmbënguli të dilte vetëm nga shtëpia dhe humbi. Klientja ime u përpoq të ndihmonte, por u akuzua padrejtësisht. Pretendimet ishin gënjeshtra dhe ofenduese, por ligjërisht të lejuara në kontekstin e mbrojtjes. Genti u zemërua shumë kur pa intervistën. Si mund të thotë këto gjëra? Nëna ime nuk ka asnjë problem mendor. Avokati i akuzës, prokuror Ferdinand Leka, i caktuar nga prokuroria publike, ishte më i qetë dhe strategjik. Ata do të provojnë çdo gjë, Genti. Është puna e tyre. Por ne kemi prova të forta. Kemi kamerat, kemi dëshminë e zotit John Bardi, kemi shenjat fizike, kemi dokumentet e falsifikuara. E vërteta do të triumfoj. Muajt që pasuan ishin të një përgatitjeje intensive. Marte duhej të bënte disa vlerësime psikiatrike dhe njose për të provuar se ishte në përdorim të plot të aftësive të saj mendore. Të gjitha ekzaminimet konfirmuan, ajo nuk kishte demencë, nuk kishte asnjë problem që komprometonte kujtesën ose gjykimin e saj. Genti gjithashtu u thirr për të dëshmuar disa herë duke ritreguar se si marrëdhënia e nënës së tij me Valbonën ishte përkeqësuar, komentet që Valbona bënte për shtëpinë e Martes, sugjerimet gjithnjë e më të shpeshta për të shitur pronën. Gjatë kësaj kohe, ndodhi një transformim interesant. Marte, e cila kishte ardhur në fshatin Shpresë e thyrë dhe pa shpresë, filloi të lulëzonte përsëri. Prania e vazhdueshme e Gentit, dashuria e Elenës dhe Gjonit, mbështetja e gjithë komunitetit, ishin si ujë për një bim të vyshkur. Ajo filloi të ndihmonte Elenën në kuzhinë, duke i mësuar receta të vjetra që i kishte mësuar nga nëna e saj. Merrte pjesë në meshat në kishën e vogël të fshatit. Ulej në sheshin qendror pas diteve për të biseduar me zonja të tjera. Qeshte përsëri. Gjoni i thoshte shpesh Gentit, nëna jote është një luftëtare. Shiko se çfarë ka kaluar dhe ende arrin të buzëqesh, ende arrin të kujdeset për të tjerët. Kjo është forcë e vërtetë. Dhe ashtu ishte. Marte zbuloi se kishte një qëndrueshmëri që as ajo vetë nuk e njihte. Trauma ishte aty, plagët fizike dhe emocionale do të mbeteshin, por ajo po zgjidhte të mos përcaktohej vetëm nga ajo. Ishte një e mbijetuar, jo një viktim. Ndërkohë, në paraburgim në Tiranë, Valbona mbante qëndrimin e saj të pafajësisë. Merrte vizitat e familjes së saj, të cilët besonin në versionin e saj të ngjarjeve ose bënin sikur besonin. Studionte proceset me avokatin duke kërkuar përboshëllëqe, mënyra për t'u shmangur. Ajo shikonte muret gri të qelisë dhe ndjente zemërim. Zemërim ndaj Martes që kishte mbijetuar, zemërim ndaj John Bardit që ishte shfaqur në atë rrugë, zemërim ndaj Gentit që i kishte besuar nënës në vend të saj. Por pendim? Faj të vërtet? Këtë ajo nuk e ndjente. Për Valbonën, problemi nuk ishte ajo që kishte bërë, por fakti që ishte zbuluar. Nëse ai burr nuk do të kishte kaluar në për atë rrugë, nëse askush nuk do ta kishte gjetur Marten, gjithçka do të ishte zgjidhur tani. Shtëpia tashmë do të ishte shitur, parat në llogarinë e saj, dhe ajo do të vazhdonte jetën e saj pa barë në ndërgjegje. Ftohtësia e Valbonës, megjithatë, do të ishte problemi i saj më i madh në gjykimin që po afrohej. Sepse edhe avokatët më të mirë e kanë të vështirë të mbrojnë dikë që është vërtet i paftë të tregojë pendim.
Data e gjykimit u caktua për 1 të hënë të majit në gjykatën e krimeve të rënda në Tiranë. Do të ishte një gjykim me juri popullore, 7 njerëz të zakonshëm do të vendosnin fatin e Valbonës bazuar në provat e paraqitura dhe argumentet e avokatëve. Javën para gjykimit, Marte u kthye në Tiranë e shoqëruar nga Genti. Ata u vendosën në një hotel të thjeshtë pranë gjykatës. Elena dhe Gjoni këmbëngullën të shkonin bashkë për t'i dhënë mbështetje morale. John Bardhi gjithashtu deshi të ishte i pranishëm për të dëshmuar personalisht atë që kishte parë. Një ditë para gjykimit, Genti e çoi Martën të vizitonte shtëpinë e saj të vjetër në kopshtin e akacieve. Ai kishte qenë atje disa herë gjatë muajve të mëparshëm, duke mbajtur gjithçka të pastër dhe të rregull. Por Marte nuk ishte kthyer që nga ajo e enjte fatale. Kur hyn nga dera, Marte u pushtua nga një vorbull emocionesh. Aty ishte gjithë jeta e saj. Fotografit në mure, divani ku shite televizor me Antonin, kuzhina ku kishte përgatitur mirë avakte. Por tani gjithçka duke ndryshe, e kontaminuar nga kujtimi i asaj që Valbona kishte planifikuar të bënte. Dëshiron të kthehesh të jetosh këtu, mami? Pyeti Genti butësisht. Marte eci nëpër dhoma, duke prekur mobiljet, perdet duke kujtuar. Më në fund, ajo u kthye nga djali. Nuk e di, Genti. Kjo shtëpi ka kaq shumë kujtime të mira, por tani ka edhe hijen e gjithçkaje që ndodhi. Kam nevojë për kohë për të vendosur. Ti ke gjithë kohën e botës. Dhe çfarëdo vendimi të marrësh, do të jem në anën tënde. Ata mbyllën shtëpinë dhe u kthyen në hotel. Marte e kaloi natën pa gjumë, duke përsëritur në mendje atë që do të thoshte në gjykatë të nesërmen. Do të duhej të përballej përsëri me Valbonën, do të duhej të ritregonte gjithçka në detaje, para të huajve, gjyqtarëve, juris, shtypit. Frika ishte aty, latente dhe reale. Por bashkë me frikën kishte edhe një vendosmëri të hekur. Ajo nuk do ta bënte këtë vetëm për vete. Do ta bënte për të gjithë të moshuarit që vuanin në heshtje, që keq trajtoheshin, harroheshin, trajtoheshin si barë e padobishme. Dhimbja e saj do të kishte një qëllim. Kur dielli lindi atë të hënë, Marte veshi kostumin blu të errët që Genti i kishte bler, kreu flokët e bardhë me kujdes dhe u pa në pasqyrë. Pa një grua që kishte kaluar në përfer, por që kishte dalë me dinitet të paprekur. Jam gati, i tha Gentit, i cili priste në derën e dhomës. Së bashku, të shoqëruar nga Elena, Gjoni dhe John Bardhi, ata u nisën për në gjykatën e krimeve të rënda. Ndërtesa imponuese dhe gri i priste. Brenda atyre mureve, e vërteta do të zbulohej, drejtësia do të kërkojë dhe Valbona do të duhej të përgjigjej për veprimet e saj. Holli ishte plot me gazetar, por ekipi i sigurisë mbante gjithçka të organizuar. Marte eci me kokën lart duke injoruar blicet dhe pyetjet e bërtitura. U ngjitën në sallën e gjyqit, një sallë e gjerë me karrige për publikun, tryezën e avokatëve, hapësirën e jurisë dhe altarin e drejtësisë. Valbona ishte tashmë atje, e ulur pranë avokatit të saj, e veshur me një veshje zyrtare diskrete, flokët e mbledhur, pa grim të tepruar. Qartësisht një përpjekje për të dukej më njerëzore, më e prekshme. Kur Marte hyri, shikimet e tyre u kryqëzuan për një moment të shkurtër. Nuk kishte pendim në sytë e Valbonës. Vetëm llogaritje të ftohta. Por Marte nuk e largoi shikimin. E pa nusën e saj drejte në sy, duke i komunikuar në heshtje se nuk kishte më frikë, se nuk do të friksohej më. Gjykatësi hyri, të gjithë u ngritën dhe gjykimi filloi. Betejë për të vërtetën dhe drejtësinë sapo kishte filluar. Prokurori publik, Ferdinand Lejka, ishte i pari që foli. Ishte një burr rreth të 50-ave, me flokë të thinjur, syze me skelet të hollë dhe një prani të qetë por autoritare. Ai eci në qendër të sallës, përballë jurisë së përbërë nga 7 qytetarë të zakonshëm, 2 burra dhe 5 gra të moshave dhe profesioneve të ndryshme. Zonja dhe zotërim të jurisë, filloi me zë të qartë dhe të prerë, ju jeni këtu për të gjykuar një nga krimet më të neveritshme që mund të kryen kundër një qenie njerëzore, braktisjen me qëllim të një personi të moshuar, të pambrojtur, në një vend të largët dhe të rrezikshëm, me qëllimin e qartë për të shkaktuar vdekjen e saj. E pandehura, Valbona Costa, nuk veproi nga impulsi. Ajo planifikoi. Ajo llogariti. Ajo ekzekutoi një plan mizor dhe frikacak kundër vjerrës së saj, një zonjë 73 vjeçare që kur nuk i bëri asnjë të keqe. Ferdinandi filloi pastaj të paraqiste provat, një nga një, në mënyrë metodike dhe shkatëruese.
Tregoi imazhet e kamerave të pikave të pagesës, të shfaqura në një ekran të madh që të gjithë të mund t'i shihnin. Aty ishte makina e argjendë e Valbonës duke kaluar në pikën e pagesës së autostradës Durrës-Kukës, me atë në timon dhe Martën pranë, në orën 15:42 minuta. Pastaj, e njëjta makinë duke u kthyer vetëm me Valbonën, në orën 18:15 minuta. 3 orë, theksoi prokurori. 3 orë për të çuar viktimën në vendin e izoluar, për ta braktisur të lidhur pas një shtylle dhe për t'u kthyer. Gjithçka e llogaritur ftohtësisht. Më pas, u paraqit dëshmia e regjistruar e John Bardhit. Burri i thjeshtë dhe i ndershëm tregoi, me pasuri detajesh, se si e gjeti Martën të lidhur, të dehidratuar, të djegur nga dielli, në gjendje kritike. Zëri i tij u drodh kur kujtoi dëshpërimin në sytë e saj. Fotografitë mjekësore u shfaqën. Djegjet e shkallës së dytë në krahët dhe fytyrën e Martës. Shenjat e thella të lëna nga litari në kyçet e saj. Gjendja e dehidratimit të rëndë që mund të kishte shkaktuar dështim të shumë organeve në pak orë të tjera. Kjo zonjë, Ferdinand Leka tregoi me gisht nga Marte, e cila ishte ulur në zonën e dëshmitarëve, u shpëtua thjesht nga fati. Nëse ai burr bujar nuk do të kishte kaluar nëpër atë rrugë pikërisht në atë moment, zonja Marte nuk do të ishte këtu sot. Ajo do të kishte vdekur vetëm, në vuajtje të tmerrshme, për shkak të lakmisë dhe mizorisë së të pandehurës. Kur u paraqitën dokumentet e gjetura në shtëpinë e Valbonës, duke përfshirë kontratat me agjencitë imobiliare dhe përpjekjet për të falsifikuar nënshkrimin e Martes për të shitur shtëpinë, juria u trondi dukshëm. Aty ishte motivi, paratë. Thjesht dhe pastër. Erdhi atëherë momenti i dëshmisë së Martes. Ajo u thirr në qendër, u ul në karrigen e dëshmitarëve dhe bëri betimin për të thënë të vërtetën. Duart i dridheshin lehtë, por zëri i doli i prerë. Ferdinandi e udhëhoqi përmes ngjarjeve të asaj dite. Marte tregoi për telefonatën e Valbonës, tonin e rrem të shqetësuar, pritshmërinë për të pasur më në fund një moment afrimi me Nusen. Tregoi për udhëtimin në heshtje, përgjigjet e ftohta dhe armiqësore, frikën në rritje ndërsa largoheshin nga qyteti. Kur ajo më çoi në atë vend të shkret, vazhdoi Marte, zëri i saj tani i dridhur, unë ju luta. I thash se nuk e kuptoja se çfarë po ndodhte, që të lutem më kthente në shtëpi. Dhe e dini se çfarë u përgjigj? Marte shikoi drejt e në sy Valbonën, e cila qëndronte e palvizshme pranë avokatit të saj. Ajo tha se unë isha një bar e padobishme. Se po i prishja planet. Se duhej të më hiqte qafe për të shitur shtëpinë time dhe për të përdorur paratë. Ajo më lidhi pas asaj shtylle me duart e saj, duke injoruar lutjet e mia për mëshirë dhe më la atje të vdisja. Një heshtje e rëndë pushtoi sallën. Disa njerëz në publik fshinin lotët. Juristët shikonin Valbonën me shprehje që varionin nga neveria në mosbesim. Zonja Marte, pyeti prokurori butësisht, në ndonjë moment e pandehura tregoi ndonjë pendim apo hezitim? Jo, u përgjigj Marte me siguri absolute. Sytë e saj ishin të zbrazët. Ajo e dinte saktësisht se çfarë po bënte dhe nuk i bëhej vonë. Për të, unë isha vetëm një pengesë që duhej hequr. Kur erdhi radha e mbrojtjes për të marrë në pyetje Marten, avokat Silvio Bega adoptoi një qasje agresive, duke u përpjekur ta ngatëronte të moshuarën dhe të vinte në dyshim kujtesën e saj. Zonja Marte, a nuk mendoni se është e mundur që ti keni keq kuptuar qëllimet e klientes sime? Që ndoshta jeni ndier keq gjatë shëtitjes dhe klientja ime u përpoq t'ju ndihmonte? Marte e shikoi drejt e në sy. Avokat, unë jam 73 vjeç, por mendjen e kam plotësisht të kthjellët. E di saktësisht se çfarë më ka ndodhur. Klientja juaj nuk po më ndihmonte. Ajo po përpiqej të më vriste. Avokati provoi taktika të tjera, duke e pyetur nëse Marte kishte probleme në marrëdhënie me Nusen, nëse kishte pasur debate më parë, duke u përpjekur të mbillte farën se kishte pasur provokim. Por Marte ju përgjigj çdo pyetje me dinitet dhe qartësi, duke mos u kundërshtuar kurrë, duke mos u lëkundur kurrë. Genti gjithashtu u thirr për të dëshmuar. Ai tregoi për martesën me Valbonën, se si gradualisht ajo e kishte izoluar nga nëna, se si gjithmonë kishte justifikime për të mos e vizituar zonjën Marte, se si fliste shpesh për shtëpinë e saj dhe paratë që mund të sillte nëse shitej. Isha i verbër, pranoi Genti, zëri i thyer nga emocioni. Nuk e shija se po manipulohesha. Mendoja se gruaja ime ishte thjesht praktike, duke menduar për të ardhmen tonë.
Nuk e imagjinoja se ishte e aftë për një mizori të tillë kundër nënës sime. Kur u pyet nëse besonte se Valbona ishte e aftë për krimin, Genti nuk hezitoi. Po. Pasi pash të gjitha provat, pasi fola gjatë me nënën time dhe kuptova gjithçka që ndodhi prapa skenave të martesës son, jam absolutisht i sigurt se ajo e bëri këtë. Dhe e bëri me qëllim. Dëshmia më tronditse, megjithatë, ishte ajo e John Bardhi. Burri i thjesht, me rrobat e tij modeste dhe mënyrën e tij të përulur, preku të gjithë kur përshkroi shpëtimin. Po thuaj se nuk besoja atë që shija, tha ai, duke fshirë syt me kurrizin e dorës. Ishte një zonjë, e gjitha e djegur, e lidhur si një kafshë pas asaj shtylle. Ajo më shikoi me sy aq të dëshpëruar, aq plot dhimbje, sa zemra pothuajse më ndaloi. Mendova, çfarë lloj përbindëshi i bën këtë një plake të pambrojtur? John Bardhi shikoi Valbonën ndërsa vazhdonte. Dhe kur mora vesh se ishte nusja e saj, gruaja e djalit të saj, mbeta pa fjalë. Si mundet dikush që ka hyrë në familje ta trajtojë një nën në atë mënyrë? Ku është humanizmi i kësaj gruaje? Mbrojtja u përpoq të vinte në dyshim nëse John Bardhi mund të ishte ngatëruar për gjendjen në të cilën e gjeti Marten, duke sugjeruar se ndoshta ajo ishte lënduar duke u përpjekur të zgjidhej vetë. Por John Bardhi ishte kategorik. Jo, zoti avokat. Ajo zonjë ishte e lidhur shumë fort për ta bërë vetë atë gjë. Dhe shenjat në tokë tregonin se dikush e kishte zvarritur atje. Nuk ka asnjë ngatëresë. Dikush ja bëri atë me qëllim. Kur erdhi radha e mbrojtjes për të paraqitur rastin e saj, avokat Silvio Bega bëri ç'të mundte. Solli dëshmitar karakteri për të folur për Valbonën, koleg pune që e përshkruan si profesioniste, të përkushtuar dhe të përgjegjshme. U përpoq të argumentonte se kishte konflikte të pazbuluara midis vjehrës dhe nuses, se Marten ndoshta ishte xheloze për gruan e djalit. Valbona u thirr për të dëshmuar në mbrojtje të vetes. Ajo u ngjit në tribun me një qëndrim të kontrolluar, duke ju përgjigjur pyetjeve të avokatit të saj me një qetësi të studiuar. Unë e doja vjerën time, tha ajo, dhe disa njerëz në publik murmuritën me mosbesim. Unë vetëm doja të ndihmoja. Ajo ishte gjithnjë e më konfuze, haraqe. Atë ditë, i ofrova ta çoja për një shëtitje, për të biseduar për opsionet e kujdesit. Por gjatë udhëtimit ajo u bë agjituar, agresive. Ndalova makinën për ta qetësuar dhe ajo iku me vrap. Kur arrita ta kapja, ajo ishte e rrëzuar, e çorientuar. U panikova dhe, e pranoj, bëra gabimin e tmerrshëm të largohesha nga aty në dëshpërim në vend që të thërrisja menjëherë ndihmë. Por unë asnjëherë, nuk u përpoqa ta lëndoja. Ishte një gënjeshtër e përpunuar, e inskenuar, por që nuk i rezistonte provave fizike. Prokurori, në kundërpyetjen e tij, ishte i pamëshirshëm. Zonja Valbona, nëse vjera juaj ishte konfuze dhe e çorientuar, pse e lidhet pas një shtylle? Unë nuk e lidha. Ajo duhet të jetë penguar në një litar të vjetër që ishte aty. Dhe shenjat në kyçet e saj, të rreshtuara në mënyrë perfekte, që përputhen saktësisht me llojin e litarit të gjetur në bagazhin tuaj? Valbona hezitoi për herë të parë. Unë nuk di ta shpjegoj këtë. Dhe dokumentet në shtëpinë tuaj që planifikonin shitjen e pronës së viktimës pa dijenin e saj? Edhe kjo ishte fryti i konfuzionit të saj mendor? Unë thjesht po eksploroja opsionet për kur të vinte momenti i duhur. Momenti i duhur? Momenti kur vjera juaj të ishte e vdekur? Jo. Unë kur nuk e thash këtë. Por dëmi ishte bërë. Maska e qetësisë së Valbonës ishte qarë, duke zbuluar ftohtësinë poshtë saj. Juria e shite, publiku e shite, gjykatësi e shite. Avokatët bën deklaratat e tyre përfundimtare. Mbrojtja u përpoq të mbillte dyshim të arsyeshëm, duke i kërkuar juristë të konsideronte mundësinë e një aksidenti të keq interpretuar, të një plake konfuze që akuzonte padrejtësisht një nuse që vetëm përpiqej të ndihmonte. Por prokurori e mbylli me një thirrje të fuqishme. Zonja dhe zotërin të jurisë, ky nuk është një rast i interpretimit subjektiv. Ky është një rast i fakteve konkrete, të pakundërshtueshme. E pandehura e çoi vjerën e saj në një vend të largët. E pandehura e braktisi atje, të lidhur në ndjellin përvolues. E pandehura u kthye në shtëpi pa i dhënë ndihmë, pa thirrur autoritetet, pa treguar asnjë shqetësim për mirëqenien e viktimës. Po të mos ishte për një mrekulli, për një burr të mirë që kaloi nëpër atë rrugë, zonja Marte do të kishte vdekur. Dhe ky do të ishte saktësisht qëllimi i të pandehurës.
Prokurori bëri një pauzë duke I lënë fjalët të peshonin. Valbona Costa nuk e meriton dëmshurinë tuaj. Ajo nuk e meriton një shans të dytë. Ajo që meriton është të mbahet përgjegjëse për aktin e neveritshëm që ka kryer. Për tentativën e vrasjes së një personi të moshuar, të prekshëm dhe besimtar. Ju kërkoj të bëni drejtësi. Jo vetëm për zonjën Marte, por për të gjithë të moshuarit që vuajnë në heshtje, që keq trajtohen, harrohen dhe hidhen sikur të mos kishin vlerë. Tregoni me vendimin tuaj se një jetë e moshuar ka rëndësi, se mizoria nuk do të mbetet pa u ndëshkuar, se drejtësia do të triumfojë. Juria u tërhoq për të diskutuar. Orët që pasuan ishin të një tensioni të padurueshëm. Marte ishte ulur në një dhomë të rezervuar për viktimat, e shoqëruar nga Genti, Elena, Gjoni dhe Gjon Bardi. Askush nuk fliste shumë. Pesha e momentit ishte shumë e madhe për fjalë boshe. Pas 5 orësh diskutimi, juria u kthye. Të gjithë u kthyen në sallën e gjyqit. Heshtja ishte absolute. Gjykatësi e pyeti kryetarin e jurisë nëse kishin arritur në një vendim. Po, shkëlqesi. Përsa I përket krimit të tentativës së vrasjes së kualifikuar kundër Marte Kostës, si vendos juria? Fajtore. Një pëshertim kolektive përshkoi sallën. Marte mbylli syt, loti rridhnin në heshtje. Genti I shtrëngoi dorën. Përsa I përket krimit të heqjes së paligjshme të lirisë? Fajtore. Përsa I përket krimit të keqtrajtimit të moshuarve? Fajtore. Përsa I përket krimit të falsifikimit të dokumenteve? Fajtore. Valbona mbeti e palvizshme, por fytyra e saj kishte humbur të gjithë ngjyrën. Avokati I saj I vuri dorën në supë, në një gest ngushëllimi profesional. Gjykatësi, një burr serioz me vite të gjata karriere, shikoi Valbonën para se të jepte dënimin. Valbona Costa, ju jeni shpallur fajtore nga kjo juri për krime që tronditin ndërgjegjen njerëzore. Ju tradhtuat besimin familjar, abuzuat me një person të prekshëm dhe treguat një ftohtësi karakteri që është e papajtueshme me jetën në shoqëri. Për shumën e krimeve tuaja, unë ju dënoj me 16 vjet heqje lirie në regjim të mbyllur, pa mundësi apeli në liri. Dënimi ishte jashtëpër, por I drejtë. Valbona u mor menjëherë nën arrest dhe këtë herë nuk kishte qetësi të studiuar. Ajo shikoi prapa ndërsa e çonin, sytë e saj më në fund zbulonin frikë, ndoshta për herë të parë duke kuptuar madhësinë e asaj që kishte bërë dhe pasojat. Jashtë gjykatës, një turm priste. Kur Marte doli, e shoqëruar nga Genti dhe miqtë e saj nga fshati Shpresë, pati duartrokitje. Gazetarët donin deklarata, por Marte ishte shumë e raskapitur. Genti foli shkurtimisht në emër të saj. Drejtësia u bë sodh. Nëna ime më në fund mund të filloj të rindërtoj jetën e saj duke ditur se personi që e lëndoi po paguan për krimet e saj. Falenderojmë të gjithë ata që e mbështetën nënën time gjatë këtij procesi të vështirë, veçanërisht njerëzit e mrekullueshëm të fshatit Shpresë që e shpëtuan jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Në ditët që pasuan gjykimin, Marte duhej të merrte vendime të rëndësishme për të ardhmen e saj. Shtëpia në kopshtin e akacieve ishte ende atje, duke e pritur. Por pas gjithçkaje që kishte ndodhur, kthimi në atë vend duke I pamundur. Ishte Elena që sugjeroi një alternativë. Pse nuk vjen të jetosh përgjithmonë në fshatin Shpresë? Je përshtatur kaq mirë këtu, ke krijuar lidhje. Dhe ne do të donim shumë të kishim afër. Ideja u pjek në mendjen e Martes për javë të tëra. Dhe sa më shumë mendonte, aq më shumë kishte kuptim. Ajo nuk I përkiste më asaj shtëpie në Tiranë. Kujtimet e saj të mira ishin njollosur nga tradhtia. Por në fshatin Shpresë, ajo kishte zbuluar një familje të re, një komunitet të ri që e mirëpriste sinqerisht. Genti, nga ana e tij, mori vendimet e veta. Dha dorëheqjen nga puna stresuese në Tiranë dhe pranoi një pozicion në një kompani logjistike në Shkodër, një qytet afër fshatit Shpresë. Kështu mund të ishte afër nënës, ta vizitonte rregullisht, të rindërtonte marrëdhënien që ishte lënë pas dore për kaq shumë kohë. Shtëpia në kopshtin e akacieve ushit, por parat nuk u destinuan vetëm për Marten. Ajo këmbënguli të ndante një pjesë të konsiderueshme me Gjon Bardin, I cili më në fund pranoi ta përdorte vlerën për të blerë një kamionçin të re dhe për të rinovuar shtëpinë e tij. Një pjesë tjetër u dhurua për përmirësime në qendrën shëndetësore të fshatit Shpresë, duke siguruar që njerëz të tjerë të mund të trajtoheshin me dinjitet.
Me paratë të mbetura, Martë bleu një shtëpi të vogël por simpatike në fshatin Shpresë, vetëm 2 bloqe larg shtëpisë së Elenës dhe Gjonit. Ishte e lyrë me të verdhë të çelët me detaje të bardha, kishte një verandë ku ajo vendosi karrige lëkundëse dhe një kopsht prapa ku mbolli trëndafila, gjithmonë të preferuarit e Antonit. Genti e vizitonte çdo fundjavë. Ata gatuanin së bashku, bisedonin me orë të tëra, shihnin ndeshje futbolli si në kohët e vjetra. Marrëdhënia midis nënës dhe djalit po rindërtohej, tull pas tulle, me durim dhe dashuri të vërtetë. Martë gjithashtu u përfshi në komunitetin e fshatit Shpresë në mënyra që kur nuk i kishte imagjinuar. Filloi të jepte mësime qëndisjeje për vajzat e reja të fshatit, duke u mësuar teknika që gjyshja e saj ja kishte mësuar dekada më parë. Merrte pjesë aktivisht në kish, duke ndihmuar në organizimin e eventeve dhe festave. U bë një figurë e dashur, dikush që njerëzit e kërkonin për këshilla, për biseda, për shoqëri. Një pasdite të diel, pothuajse një vit pas gjykimit, Martë ishte ulur në verandën e shtëpisë së saj me Elenën. Ato pinin limonadë të ftohtë dhe vëzhgonin fëmijët që luanin në rrugë. Qielli ishte blu, i pastër, dhe një fllad i lehtë zbutete nxehtësinë. Je e lumtur këtu? Pyeti Elena, megjithse tashmë e dinte përgjigjen. Martë buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqertë dhe e qetë. Më e lumtur se sa imagjinoja se mund të isha përsëri. E di, Elena, unë kalova diçka të tmerrshme. Ka ditë që ende zgjohem me makthe. Ka momente kur frika kthehet e papritur. Por shikoj përreth dhe shoh kaq shumë mirësi, kaq shumë dashuri, saqë kuptoj se e keqja nuk fitoi. Valbona u përpoq të më shkatëronte, por në të vërtetë, pa dashje, ajo më çoi në vendin ku duhej të isha. Elena i mbajti dorën mikes së saj me dashuri. Ti je një e mbijetuar, Martë. Dhe më shumë se kaq, ti je një frymëzim. Kaq shumë njerëz dëgjuan historinë tënde dhe gjetën guximin për të denoncuar abuzime, për të kërkuar ndihmë, për të mos pranuar keqtrajtime në heshtje. Dhimbja jote nuk shkoi kot. Ishte e vërtetë. Në muajt pas gjykimit të publikuar gjerësisht, pati një rritje të ndjeshme të denoncimeve të abuzimeve ndaj të moshuarve në të gjithë vendin. Rasti i Martës kishte ndriçuar një problem social që gjithmonë kishte ekzistuar por për të cilin flitej pak. U propozuan ligje për të ashpërsuar dënimet kundër atyre që keqtrajtojnë të moshuarit. U lançuan fushata ndërgjegjësimi. Genti arriti në atë moment duke sjell një kek me karota që e kishte blerë në furrën e fshatit. U ul me 2 zonjat dhe shërbeu copa bujare për të gjithë. Mami, kam një lajm, tha ai me një shkëlqim në sy. Çfarë lajmi, bir? Kam një urdik. Një grua të mrekullueshme të quajtur Petrita. Ajo është mësuese këtu në Shkodër. Dhe para se të pyesësh, po, ja kam treguar të gjithë historinë. Ajo di gjithçka për Valbonën, për atë që ndodhi. Dhe prapë se prapë dëshiron të më njohë më mirë. Martë ndjeu zemrën t'i ngrohej. Pas gjithçkaj që Genti kishte kaluar, tradhtisë, fajit, dhimbjes, ai po hapej përsëri për dashurinë. Dhe këtë herë, me shumë më tepër mençuri dhe kujdes. Kur do ta njoh këtë Petritën? Të dielën tjetër, nëse dëshiron. Mendoja ta sillja për drek këtu. Do të jetë një gëzim. Ndërsa bisedonin duke qeshur dhe duke planifikuar të ardhmen, Martë shikoi qiellin dhe bëri një lutje të heshtur mirënjohjeje. Mirënjohje për Gjon Bardhin që kishte kaluar nëpër atë rrugë pikërisht atë ditë. Mirënjohje për Elenën, Gjonin, Lucian, Dr. Henrikun dhe të gjithë banorët e fshatit Shpresë që e mirëpritën. Mirënjohje për sistemin e drejtësisë që funksionoi dhe ndëshkoi fajtoren. Mirënjohje për Gentin që hapi sytë dhe u kthye tek ajo. Jeta i kishte marrë shumë. Tradhtia e Valbonës kishte lënë plagë që kur nuk do të zhdukeshin plotësisht. Por gjithashtu i kishte dhënë shumë në këmbim, një familje të re, një komunitet të ri, një qëllim të ri dhe sigurinë se edhe në errësirat më të mëdha, drita e mirësisë njerëzore ende shkëlqen. Martë nuk përcaktoi më vetëm si viktima që u braktis në shkretë të tirë. Ajo ishte një e mbijetuar, një luftëtare, një grua që shikoi në humner dhe vendosi të mos lejonte të konsumohej prej saj. Ishte dikush që e shndërroi dhimbjen e saj në forcë, tragjedinë e saj në qëllim, dëshpërimin e saj në shpresë. Dhe atë pasdite të qetë në fshatin Shpresë, e rrethuar nga njerëz që e donin vërtet, Martë më në fund gjeti paqen.
Jo paqen e atij që nuk ka vuajtur, por paqen më të thellë të atij që ka vuajtur, ka luftuar, ka mbijetuar dhe, kundër të gjitha gjasave, ka gjetur arsye për të buzëqeshur përsëri. Dielli filloi të perëndonte, duke e ngjyrosur qiellin me portokalli dhe rozë, të njëjtat ngjyra që kishte parë atë ditë të tmerrshme në shkretë të tir. Por tani, këto ngjyra nuk sillnin frikë. Sillnin vetëm premtimin e një agimi të ri, të një dite tjetër në atë jetë të re që ajo e kishte ndërtuar mbi rënojat e asaj që ishte shkatëruar. Familja nuk ishte vetëm gjak, kishte mësuar martë. Familja ishte zgjedhje, ishte prani, ishte kujdes i sinqert. Dhe duke shikuar Elenën pranë saj, Gentin duke ngrënë kek me atë buzëqeshje djali që ajo e donte aq shumë, fëmijët që luanin në rrugë, fqinjet që përshëndeteshin duke kaluar, Marta e dinte se kishte gjetur familjen e saj të vërtetë. Udhëtimi kishte qenë i dhimbshëm, por destinacioni ishte pikërisht aty ku ajo duhej të ishte. Dhe kjo, mendoi Marte, ishte kuptimi i vërtetë i rifillimit. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Marte t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim vuajtjeje, të i kalimi dhe rifillimi, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Çdo ditë, ne sjellim rrëfime intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na bëjnë të reflektojmë mbi familjen, mirësinë dhe drejtësinë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja.